Ne filluam me lajmin e mirë në mësimin e parë duke mësuar planin e thjeshtë të Perëndisë. Pasandaj, ne pyetëm Perëndin ku të fillojmë. Edhe Perëndia na drejtoi tek Marku kapitulli 5. Ai I demonizuari sapo ishte shëruar në fakt dhe ishte piktura e shpëtimit tonë. Edhe mënyra si Zoti e drejton atë është shko në shtëpinë tënde tek të tut. Pra ne folëm sa e rëndësishme është të kuptojmë që Perëndia na drejton në zonën e influencës. Aty duhet të fillojmë shërbimin ndaj Perëndisë, te familja jonë, te të afërmit tanë. Dhe gjithashtu Zoti Jezu Krisht vetë është ai që e filloi shërbimin në zonën e influencës. Edhe ne vëmë re disa rezultate të mahnitshme faktikisht tek Veprat kapitulli i parë vargu 14. Thotë të gjithë këta ngulmoni me një mendje të vetme në lutje dhe përgjërim së bashku me gratë dhe me Marin, nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Ne shohim këtu që vëllezërit e Jezusit janë në besim. Edhe Jezusi pati disa vëllezër nga mishi që erdhën përmes Jozefit edhe Maria. Por nuk ishte kështu që nga fillimi. Ajo që vëmë re faktikisht në fjalën e Perëndisë te Mateu 13 vargu 57, Jezusi dëshmon diçka që është një realitet që ndodh dhe në jetën tonë. Edhe mënyra si Jezusi dëshmon thotë kështu: një profet nuk përçmohet vetëse në vendlindjen e tij dhe në shtëpinë e tij. Pra kur ne shkojmë në shtëpi, kur ne shkojmë tek të afërmit tanë, nuk përballemi me një realitet që është menjëherë sa të shkojmë do ndajmë ungjillin, ja ata do shpëtojmë menjëherë. Po përballemi me një realitet ndryshe, sepse ka luftë. Ne e shohim në fund që Jezusi kishte vëllezër që ishin fituar, por nuk ishte kështu pjesa e parë e jetës. Edhe Jezusi është përballur me luftë frymërore, edhe ju dhe unë do të përballemi me luftë frymërore. Madje ne vëmë re tek Gjoni kapitulli 7 vargu 5, sepse as vëllezërit e tij nuk besonin në ta. Tani mendoni pak, mësuesi më i madh i historisë, vetë fjala e Perëndisë, ka shkuar në shtëpinë e vet nga ana fizike. U ka mësuar atyre të vërtetën e fuqishme të Perëndisë. U ka folur atyre për jetën e përjetshme, vdekjen e përjetshme, për mënyrën se si ata mund të shpëtohen. Kush nga ne mund të mësojë më mirë se Zoti Jezu Krisht? E megjithatë ne shohim që vëllezërit e tij nuk besonin në ta. Ju shkoni, takoni miqtë tuaj, shokët tuaj, ne vemi në familjet tona, ne ndajmë ungjillin në mënyrë të mrekullueshme, në mënyrë të qartë. E megjithatë sytë e tyre janë të verbër. Ata vazhdojnë të mos besojnë, ata vazhdojnë të kenë probleme, madje të na kundërshtojnë, të na fyejnë, të na tallin. Pse ndodhte gjithë kjo gjë? Edhe ne duhet kuptojmë që kur vjen puna për lajmin e mirë, kur flasim për ungjillizimin, ne duhet kuptojmë që ka një luftë, ka një betejë. Edhe nuk ka luftë vetëm për ungjillin, po ka një luftë edhe për ecjen tonë, edhe për jetën tonë, marrëdhënien tonë me Perëndin. Tek e parë Timoteu 6:12 thuhet lufto luftën e mirë të besimit, rrok jetën e përjetshme në të cilën edhe u thirrë dhe për të cilën bëre rrëfimin e mirë të besimit përpara shumë dëshmitarëve. Bibla na mëson që ne jemi në luftë. Bibla na mëson që ne të gjithë jemi ushtarë të kauzës së Krishtit nëse jeni të rilindur. Nëse keni menduar që jeta krishtere shesh me lule, më falni, është gabim. Jeta krishtere është një betejë. Por Perëndia është me ne në këtë betejë. Por duhet kuptoni që ne duhet të bëjmë luftën e mirë. Edhe duhet të kemi këtë luftë. Edhe kush do të na mësojë për të bërë luftën e mirë? Perëndia ënë do të na mësojë. Edhe prandaj kam quajtur Zoti do të na mësojë. Zoti do të na mësojë. Përpara se të flasim çfarë Perëndia do të na mësojë, dhe janë 3 gjëra që do të ndaj me ju lidhur me këtë, dua të kujtoj pak, të shmangim ose të hedhim poshtë keq kuptime. Keq kuptimi i parë është që shpirtrat fitohen nga ata që janë ekspertë në ungjillizim. Edhe ne ndonjëherë gënjehemi në këtë. Ja, janë 2-3 veta që janë ekspertë. Po t'ua çoj atyre unë atë shpirt të humbur, po të çoj atyre babin, mamin, motrën, vllajin, ai do shpëtohet me ata. A nuk ndodh ndonjëherë? Mendoni kështu? Po nuk ka ekspert në ungjillizim. Unë e kuptoj që Perëndia na jep dhunti frymërore. Edhe kuptoj që disa kanë dhunti folëse, disa kanë dhunti shërbyese, dhe Bibla na mëson këto gjë, dhe gjitha këto dhuntit janë për ndërtimin e trupit. Edhe ndonjëherë dikush ka një dhunti ndryshe nga tjetri. Por kur flasim për të fituar shpirtrat e njerëzve, duhet të kuptojmë që Perëndia na e ka dhënë secilit prej nesh këtë mandat. Asnjëri nga ne nuk përjashtohet në këtë. Edhe kjo është mjaft e rëndësishme, sepse tek Gjoni kapitulli i parë vargu 40-41, ne vëmë re diçka.
Gjatë gjithë Biblës ne shohim që Pjetri është njëri që ka dhunti folse apo jo. Dhe Pjetri tek Veprat kapitulli 3 bën një punë shumë të madhe. 3.000 veta shpëtohen me anë të apostullit Pjetër. Edhe kush është i madh? Pjetri është i madh, le të themi kështu. Në thonjë. Sepse është Perëndia që e përdor Pjetri. Pjetri është thjesht një ën. Por e dini diçka? Është një njeri që nuk ka shumë dhunti folse. Nuk ka shumë aftësi që të flasin. Por Bibla na tregon që ai shkon edhe gjen vllain e vet. Edhe ky ka emrin Andrea. Edhe ai fiton atë. A do të kishte Pjetër nëse nuk do ishte Andrea? Nuk do të kishte. Prandaj Perëndia përdor në mënyrë të fuqishme të efektshme çdo njërin prej nesh. Duhet të keni besim tek Perëndia që ju jeni poshtë efektëm sa pastori juaj. Duhet të keni besim te Perëndia që çdo njeri në këtë sallë është poshtë efektëm sa ai eksperti që ju mendoni. Sepse i madh është Perëndia i atij, ashtu siç është Perëndia juaj gjithashtu apo jo. Kështu merrni zemër, Perëndia do t'ju përdor secilit prej jush. Edhe nëse shihni dikë që ju mendoni që nuk është ekspert, e thonë hapuni sepse do të ndajuni ungjillin me të. Më fali, prulloni më mirë. Prulloni më mirë, sepse Perëndia nuk përdor njëri krenar. Ti mund të shkosh tek ai, mund t'ia heqësh atë, mund të ndash ungjillin me të. Dhe Perëndia nuk do të besojë ty një shpirt. Sepse Perëndia është ai që përdor secilin prej nesh. E 2 Korintasin 5:17 deri 20 thotë: prandaj nëse dikush është në Krisht është krijesë e re. Të vjetrat kanë shkuar, ja, të gjitha u bën të reja. Zoti duke treguar që kur një njeri rilind, Perëndia ai ndryshon natyrën e tij. Por vargu më poshtë na tregon që vetëm që ndryshon natyrën e tij, por çdo njeri që rilind jep një shërbim. Dhe shërbimi që jep është shërbimi i pajtimit. Edhe Bibla thotë, të gjitha janë nga Perëndia që na pajtoi me vete përmes Jezu Krishtit dhe na dha shërbimin e pajtimit. Kujt ja dha këtë shërbim? Ekspertëve? Në thonjza jo, ja dha çdo njeriu. Sepse Perëndia ishte në Krishtin duke pajtuar me veten e tij, pa u llogaritur atyre fajit e tyre dhe burin dhe ne, ndër krijesat e reja, si shërbes fjalën e pajtimit. Jemi pra ambasador të Krishtit sikurse Perëndia aty lutet nëpërmjet nesh, krijesave të reja, jo ekspertëve. Ju lutemi në vend të Krishtit pajtoni me Perëndin. Duhet të jeni përsëri e them, duhet të jeni mjaft besim plot që Perëndia të përdor në mënyrë të fuqishëm ty. Edhe duhet të kemi besim tek Perëndia, është Perëndia që përdor secilin prej nesh, pavarësisht nëse je Pjetër ose Andrea. Tek Gjoni kapitulli 4 kemi një grua, nuk ka mbaruar dishepullizimin e tij. Nuk ka mësuar si ndahet ungjilli. E megjithatë Bibla na tregon që ajo lë kovën sapo shpëtohet. Edhe arrin të marrë gjithë qytetin edhe ta çojë te Jezusi. Secili nga ne është e në duart e Perëndis. Dhe është Perëndia që na përdor të gjithëve. Prandaj është mjaft e rëndësishme ta shmangim këtë keq kuptim, jo në teori, po në praktik. Nëse shihni një motër, një vëlla që mendoni që nuk është ekspert, mos e ngrini veten, mësoni veten tuaj që Perëndia është në gjendje të bëjë punë të madhe përmes tij dhe unë do të lutem. Dhe Zot përdore atë dhe në hirën tënd më përdor dhe mua. Kështu do të ketë më shumë unitet në trupin e Krishtit. Ndërsa ashtu do të ngrëm një sistem nikolajtizmi, që vetëm disa janë mbi të tjerët. Ju lutem mos përçmoni njerëz të Perëndis. Duajini njerëz të Perëndis. Besoni që Perëndia ai përdor të gjithë, sepse kështu na mëson Bibla. Sepse nuk do të kishte tjetër pa Andrea. Nuk do të kishte. Keq kuptimi tjetër është, thjesht hap gojën dhe Zoti do të flasë dhe ai do shpëtohet. Kjo vjen nga Mateu 10:19-20. Edhe Jezusi duke folur dishepujve të tij, po në kontekst nuk shkon në kohën e kishës. Kjo shkon më tutje në kohën e mundimeve. Edhe Bibla na tregon këtu që sepse nuk do të jeni ju që do të flisni, por fryma e Atit tuaj që do të flasë në ju. Edhe ka një ekuilibër në fakt për ne të krishterët në kohën e kishës. Ekuilibri është që sigurisht ne do të varemi te Perëndia në mënyrë që Perëndia të na përdor, që fryma e shenjtë më të flasë nëpërmjet nesh. Duke u dorëzuar tek Perëndia, duke i lutur Perëndis. Ana tjetër e ekuilibrit është që ne duhet të studiojmë fjalën. Sepse nëse nuk e studiojmë atë, atëherë nuk mund t'i drejtojmë drejt njerëzit e Perëndis. Po ashtu nuk mund të drejtojmë drejt në kontekst njerëzit e humbur. Sepse në vend që të çojmë atyre ungjillin e duhur, ne mund të çojmë atyre ungjillin e gabuar. Prandaj është e rëndësishme të studiojmë Biblën.
Është e rëndësishme që të mos ngelemi poshtë një atë transportohemi nga çdo herë doktrine. Edhe kjo është mjaft e rëndësishme. Keq kuptimi i tretë është sa herë që dikush ndan ungjillin, ai ose ajo po drejtohet nga fryma e shenjtë. Mos më keq kuptoni këtu. E di që ne të gjithë jemi thirrur nga Perëndia të mund të ndajmë ungjillin me njerëzit. Po kur ne shohim një njeri që duke ndarë ungjillin, duhet jemi të kthjellët. Sepse një njeri mund të lexojë Biblën në mish. Një njeri mund të lutet në mish. Një njeri mund të shërbejë në mish. Një njeri mund të ndajë ungjillin në mish. Po kjo nuk do të thotë që ai është duke ecur në frymë. Dhe gjithashtu një njeri mund të ndalohet nga fryma e shenjtë për të ndarë lajmin e mirë diku. Sepse është Perëndia që na merr dhe na përdor në planin e tij, ndërkohë që ne lëm veten në duart e tij. Shikoni pak çfarë thot fjala e Perëndis tek Veprat 16:6 thot: kur ata po kalonin nëpër Frigji dhe në krahin e Galatisë u penguan nga fryma e shenjtë që të shpallin fjalën e Azi. Pali është ungjilltari më i madh që kemi njohur nga fjala e Perëndis. Edhe ai ishte kaq i bindur ndaj Perëndis, ai shkonte lart të veri, por Zoti e ndaloi, i dha një derë të mbyllur. Ai shkoi përsëri thënë nga lindja, Zoti i dha një derë të mbyllur. Shkoi përsëri në jug, Zoti i dha një derë të mbyllur. Derisa Perëndia i dha një vizion për të shkuar drejt perëndimit. Te Veprat 16:7 thotë: dhe arritën në kufit e miqësisë, ata kërkuan të shkojnë në Bitini, por fryma nuk i lejoi. Pra po flasi për dyer të mbyllura. Që do të thotë që kur ne ndajmë ungjillin, duhet të sigurohemi që nuk është thjesht ja bëra punën ndava ungjillin, po unë duhet të lidhem së pari me Zotin, sepse është Perëndia që do të më marrë të më përdor. Edhe unë do të kërkoj drejtimin e Perëndis në çdo aspekt të jetës, po edhe në ungjillizim. Ne duhet të punojmë me frymën e shenjtë kur ne fitojmë shpirtrat e humbur, sepse ne jemi bashkëpunëtor me Perëndin. Bibla thotë tek Gjoni 16:8 dhe kur të ketë ardhur ai dhe po flet për frymën e shenjtë, do të bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim. A është ndodh ndonjëherë me ne, për shkak se nuk e kuptojmë këtë, është vjen dikush këtu në kishë, lavdi Zotit. Edhe ne marrim e ndajmë ungjillin, merr njëri me atë. Pastaj ka lënë mbas ditë takim me një tjetër. Çfarë bën ai tjetri? Edhe ai ndan ungjillin me atë. Pas 2 ditësh ka lënë takim me një tjetër nga kisha. Çfarë bën ai? Edhe ai ndan ungjillin. E pas 2 ditësh merr ai një katërt. Edhe ai ndan ungjillin me atë. Nga logjika njerëzore është të gjithë bëjmë atë që duhet. Dhe ndoshta Perëndia na kërkon të katërve të ndajmë ungjillin. Nuk e përjashtoj këtë mundësi. Por pyetja që është, apo punojmë me Perëndin kur ne ndajmë lajmin e mirë me njerëzit? Apo thjesht të gjithë jemi vënë në rresht, apo shtyjmë një derë që çfarë? Që është mbyllur. Jo, dhe unë nuk mund të shtyjmë një derë të mbyllur. Jo, dhe unë duhet të lutemi Perëndis që Perëndia na drejtoj, edhe ai të hap dyert. A mund të ulesh pranë ti? Doni të dini diçka që është me vërtet e fuqishme dhe kur nuk do të dështoni? Uluni pranë ti. Pyeteni atë, si e? Tregoni që e doni atë. Është i pashpëtuar. Mësoni të dëgjoni hallet dhe problemet e tij. Po pritet, s'kam kohë të ndaj ungjillin, do iki. Ne nuk mund të fitojmë shpirtrat si kur rrisim domatet e lushnjës, që rriten brenda ditës. Nuk bëhet ajo. Është një punë, është një proces, është një luftë. Thuaj, cilat janë gjërat më të mëdha që ke kaluar në jetë? Ndalo, do të dëgjosh atë. Ai do të flasi se si u martua, pati fëmijë, gjëra të ndryshme, nuk e di çfarë ka. Lëre të flasi. Do të vi radha jote. A mund të tregoj unë gjërat më të mira që më kanë ndodhur në jetë? Edhe fillo të tregosh edhe tregosh se si e takove Jezu Krishtin. Është dëshmia jote. Ndaj dëshminë tënde me të. Jo ndaj ungjillin me të. Ose në qoftë se ka një hall, një problem, tregoj ndjeshëm për hallin, për problemin. Por mbi të gjitha kuptoni këtë, se ky është mësimi i Biblës. Ne duhet të punojmë me Perëndin kur vim puna për të ndarë ungjillin me njerëzit. Atë lutem në Perëndis përpara se të takoni një njeri. E thoni, Zot, a dëshiron të shkoj tek ai, a dëshiron të ndaj lajmin e mirë? Hapi syt atij, më jep urtësi, unë dua të jem një enë e përdorshme në duart e tua. Ndonjëherë ne çfarë bëjmë? Në këtë mënyrë ne bëjmë që ai njeri të mos shkel më në kish. Sepse vetëm e rrafëm. Domethënë në kuptimin shtym dhe shtym kur një njeri është i mbyllur dhe bëjmë edhe më të mbyllur. Ndonjëherë kështu veprojmë edhe me të krishterët që vijnë nga kishat e tjera.
vetëm tregojmë mirësi, dashuri, edhe ai të largohet që këta njerëz më donin mua, ne nxjerrim shpatë, presim kokën atij për doktrinën. Është gabim. A duhet të qëndrojmë në doktrinën e shëndosh? Po. Po lexoni tek letra e 3 e Gjonit. Janë dy njerëz që janë opozit. Njëri ishte i dashur, i priste vëllezërit dhe të huajt. Tjetri përjashtonte ata. Do të vinë re që ka dy kategori njerëzish në kish. Të dy mbase përdori shkrimet. Po ne duhet jemi të dashura. Doni me të vërtet të ndryshoni doktrinën e atij? Edhe nuk është tema këtu, po shkoni te pastorët e tyre, nëse Zoti ju thret të thirrje. Galatasit kapitulli 2. Shkoni te pastorët e tyre dhe takoni ata që kanë emër dhe çfarë, tregoni atyre të vërtetën dhe nëse fitoni ata do fitojnë kishën. Kjo është metoda biblike. Nëse Zoti ju thret për këtë, po nëse njerëzit vinë këtu, tregoni që i doni. Le të largohen ata duke kuptuar kisha biblike e Durrësit është një kishë e dashur. Më duan mua, pavarësisht se besojnë gjëra që nuk besoj unë. Dhe nëse bëhet problem me të vërtet serioze, që po prish me doktrinën, kjo është çështje tjetër. Por zakonisht nuk është kjo. Prandaj ne duhet të punojmë me Perëndin kur vim puna për fitimin e shpirtrave. Çështja nuk është çfarë gjëra të mëdha po bëni për Perëndin. Ja po bëj këtë, po bëj këtë, po bëj këtë, po bëj këtë. Çështja është çfarë gjërash po bën Perëndia me ju. Kjo është e rëndësishme. Po se ke para të ti, a janë 4-5 veta këtu nuk bën asgjë për Krishtin. Nga e di ti? A mund më tregosh çfarë po bën Zoti për ty, jo çfarë ti po bën për Perëndin? Sepse ndonjëherë ne keq kuptohemi, sepse njëri bën disa gjëra do të thotë që ai është duke ecë në frymë. Ishte një herë, është një histori e njohur, një krishterë në vitet 1400. Ai lexoi nga Mateu 28 që duhet të lëvizte dhe të shonte lajmin e mirë të tjerëve. Edhe ai tha, kishës, Zoti po më thret të shkoj, edhe mori personale, sepse Perëndia na flet në mënyrë personale nga fjala. Edhe mori personale dhe tha, do të iki. Edhe ata thanë, kemi shumë njerëz të rrotu këtu, duhet të fitojmë njerëzit këtu. Ai tha, Perëndia po më kërkon të lëviz. Edhe tha, do të shkoj në Afrikë. Edhe hepi një anije, edhe udhëtoi shumë ditë. Dhe 2 ditë përpara se të mbrinte në Afrikë, ai vdiq. Edhe ne mund të themi çfarë gjëra të mëdha bëri ai për Zotin. A nuk do ishte më mirë të ishte aty edhe çfarë? Të fitonte njerëzit aty, do ishte shumë dosh, nuk do smure, nuk do vdiste. Ne mendojmë keq ndonjëherë. Sepse pyetja është çfarë bëri Perëndia me të? Edhe ajo që ndodhi është që Perëndia kishte përgatitur kohën e Filadelfisë. Edhe duhej një shkrepse që ta ndiste atë kohë. Edhe është si drut që janë gati, edhe një shkrepse që mund të ndezi atë zjarrin në që ato drut të digjen. Edhe nga veprimi atij që ju bind Perëndis për të shkuar në mision, filloi Filadelfia, ku qindra mira misionar lëvizën në gjithë botën, thirrjen e Perëndis. Ku që pyetja nuk është çfarë po bën për Perëndin. Pyetja është çfarë po bën Perëndia përmes teje. Kështu do të jetë dhe në evangelizim. A është Zoti që po më drejton? A mund të komunikoj me Perëndin? Sigurisht Perëndia është ai që na nxit të lëvizim. Por duhet të shmangim keq kuptimet. Atë në kontekstin e mësimit të sotëm, do të them që ka një betejë. Edhe Zoti do të na mësoj, sepse Bibla na tregon që fryma e shenjtë është mësuesi. Edhe janë 3 gjëra që do të ndaj me ju. Nuk e di nëse do të kalojmë të gjitha këto për shkak të kohës apo jo. Por gjëja e parë është ka një betejë frymërore në evangelizim. Për shënjestën. Ka një betejë doktrinare në evangelizim dhe ka një betejë strategjike në evangelizim. Të treja këto janë të rëndësishme, ndërkohë që ne lidhim mësimin. Zoti ka një plan të thjeshtë me ne për të ndarë lajmin e mirë. Unë duhet të kërkoj dikë, ti një tjetër, ai një tjetër. Por Zoti na drejton në shtëpi, tek të afërmit, por ka luftë. Edhe ne duhet të kuptojmë luftën. Dhe kjo luftë është luftë për shënjestrën,
është luftë për doktrinën e shëndosh, për ungjillin, dhe është luftë për strategjitë e duhura. Le të shkojmë tek 2 Mbretërit kapitulli 6, 15 deri në 17. Është një histori e njohur, nëse jeni njohur me Biblën, edhe historia është për një shërbëtor të njeriu të Perëndis që u tremb, sepse ishin rrethuar. Edhe i tha njeriu të Perëndis në frikë e sipër. Edhe thot, ç'do të bëjmë im Zot? Në vargu 16 ai u përgjigj, mos ke frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumë se ata që janë me ta. Edhe kjo nuk është thjesht një fjalë, ky është një realitet. Edhe Bibla na tregon që Eliseu lutet dhe sytë e tij hapen. Pastaj Eliseu lut dhe tha, o Zot, lutem hap sytë e tij që të mund të shoh. Atëherë Zoti i hapi sytë e riu dhe ai pa, dhe amalisht ishte plot me kuaj dhe me qerra të zjarrta rreth qark Eliseut. Nëse sytë tanë frymëror të hapeshin dhe ne besojmë Biblën dhe e shohim me sytë e besimit, atë ne do të shihnim dhomën base, edhe do të shihnim frymëra të mbrapshta, do të shihnim ushtri frymërore, ushtri qiellore. Edhe kjo nuk është një mashtrim, kjo është një realitet. Edhe ne jemi në këtë betejë. Dhe beteja nuk është prej mishit dhe gjakut, por është kundër këtyre frymërave. Atë gjë e parë që do të them është beteja frymërore në ungjillizim. E keni vëre në jetën tuaj, nëse jeni të rilindur, sa herë që ju vendosni të përkushtoni veten tuaj për të bërë diçka për Perëndin. Sa herë gjithashtu që ju shihni që është një derë e hapur. Do të vinë re që ka kundërshtime, do të vinë re që ka presione, do të vinë re që ka një luftë, do të vinë re që gjërat nuk shkojnë. Edhe gjithë kjo është sepse është një betejë, sepse ka një luftë. Ne themi kemi një konflikt me gruan. S'po merrem vesh me ta. Edhe hajde të këshillojmë pak të zgjidhim këtë çështje. A është thjesht konflikti me gruan? Ne mund të themi kemi probleme me fëmijët, janë kokfort, nuk dëgjojnë. A është thjesht problemi me fëmijët? Ne themi kemi një konflikt me një motër, me një vëlla, dhe ulemi dhe flasim. Dhe ndonjëherë në vend që të kuptojmë realitetin frymëror dhe të bëjmë luftën në mënyrën frymërore, ne bëjmë luftën në mënyrë fizike, edhe luftojmë me mish dhe me gjak. Kam një konflikt me shefin e punës, kam një konflikt me pastorin, me kë keni një konflikt? Por Bibla na mëson te Efesianët 6, sepse beteja jonë nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër. Pra nuk keni konflikt me gruan, nuk keni konflikt me fëmijët, nuk keni konflikt me shefin, nuk keni konflikt me punëdhënësit, me punëtorët, me kolegët, por kemi një realitet frymëror përpara Perëndis, kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të përbotshëm të errësirës së kësaj jete dhe kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Një njeri nuk shpëtohet jo sepse është egoist, nuk shpëtohet sepse është ateist, nuk shpëtohet sepse është filozof, nuk shpëtohet sepse është skeptik, nuk shpëtohet për këtë arsye. Ne themi ai është kokfort, ai është kështu, ai është ashtu, nuk dëgjon. Edhe çfarë? Edhe ne përpiqemi të gjejmë një tjetër që na dëgjon. Edhe vazhdojmë të bëjmë një tjetër që na dëgjon. Në vend që të çfarë, të kuptojmë si është situata. Edhe kundër kujt po luftojmë. Edhe pastaj të bëjmë luftën në mënyrën e duhur, sepse nëse kuptojmë kush janë ata, edhe me të vërtetë kundër kujt e kemi luftën, atëherë ne do të kthehemi dhe do të orientohemi të luftojmë në mënyrën e duhur. Nuk luftojmë me mish dhe gjak, motra dhe vëllezër. Nuk e kemi aty luftën. Vepra 13 vargu 7 dhe 8, i cili ishte me prokonsullin Sergj Pal, njëri i zgjuar. Ky thirrri pranë vetes Barnabët dhe Saulit dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndis. Kemi prokonsullin që doshte të dëgjoj çfarë thot Bibla. Por sapo ky ka dëshirë për të dëgjuar të vërtetën në mënyrë që të shpëtohet, vjen re më një herë diçka ndodh aty. Por Limas magjistari, ky në fakt ishte kuptimi i emrit të tij, u kundërpërgjigj atyre duke kërkuar të largojë prokonsullin nga besimi. Pa ka një betejë frymërore. Djalli shfaqet. Ju vendosni të lexoni Biblën herët në mëngjes. Sa vendosni ju zë gripi. Keni gjithë javën të palosur, nuk dini as ku jeni, as në qiell, as në tokë. Ju vendosni që të mund të jepni permisionet e thoni nga kaq do të jap diçka më shumë. Pastaj bam një aksident, iku një shumë e madhe parave. O Zot, çfarë po më ndodh mua? Sa mbora vendime të drejta përpara teje. Ju vendosni që do të rris fëmijët në mënyrën e duhur. Do të mësoj ata ashtu si Bibla na mësoi, sepse ja mora mësimin e Perëndisë, kam shkruar atë do vete atje.
Pastaj fillon problemi me vjerë, baba, çfarë po bën ti me këta fëmijë kështu? Ju vendosi që do të heqni familjen tuaj në mënyrën e dur, në perëndishmëri. Pa pritur gruaja shkallon nga mend. Pa më keq kuptuar këtu. Ose burri del nga binarët. Ose fëmijët janë të pabindur. Po tani e gjetët, sa unë do vendos të ulem, të kem një kohë, të lutem me ta, të kaloj kohë me fjalën, bie tërmet në shtëpi. Në qoftë se keni konsideruar kristianizmi biblik shesh me lule, ju lutem ndryshoni mendim. Në qoftë se po mendoni që betejë është kundër mishit dhe gjakut, ju lutem ndryshoni mendim. Betejë është kundër frymërave të mbrapshta. Vepra 16, dhe kur po shkoni për lutje, dhe kur po shkoni për lutje, kemi takim lutjesh, të mblidhemi bashk, diçka ndodh mbrapa. Ja një frym falli shfaqet. Diçka demoniake. Edhe ka një problem aty. Djalli do të pengoj lutjet individuale. Do të pengoj lutjet tona së bashku. Pra lufta frymërore është reale. Madje më dëgjoni pak, ju lutem. Mund të prek dhe anën fizike. Shpesh herë njerëzit që kishin me probleme demoniake ose të sulmuar nga djalli kishin probleme fizike. Qëse kujtohet libri Jobit, djalli ndërhyri tek pasuria e Jobit. Ndërhyri mbi krijimin, patjetër Zoti kishte dhënë leje. Ndërhyri gjithashtu tek fëmijët, ndërhyri tek shëndeti i Jobit. Po të shikoni me kujdes njerëzit që Jezus i shëroi, që ishin të demonizuar, ata kishin probleme fizike, disa probleme me mosfoljen, disa probleme me shëkimin, disa probleme me gjymtyr, me dëmtime në shëndetin e tyre. Pali kishte një problem me një gjëmb dhe një engjëll i djallit e gjuante atë. Ky problem ishte problem fizik. Pra, betejë frymërore prek shumë gjëra. Edhe shkojmë te mjeku, edhe mendojmë që mjeku do na jap një zgjidhje në vend që të kuptojmë çfarë po ndodh te Perëndi. Të flasim me Perëndin e të shikojmë që ka një realitet frymëror. Edhe të bëjmë luftën në mënyrën e dur, bazuar në këtë realitet që ne jetojmë. Do të kuptojmë problemin frymëror. Kur unë shkoj tek një njeri që është i humbur, edhe unë kuptoj që nuk është kundër mishit dhe gjakut, pavarësisht sepse është ateist, apo sepse është filozof, apo sepse është çfarë është, mund të rendisi një listë me gjëra. Ai ka një problem me shikimin. Dhe problemin që ka me shikimin është sepse Perëndia i këtij shekulli ka verbuar atë. Dhe kur unë i qasim një njeriu të pashpëtuar, unë kuptoj që po vete tek një njeri që nuk sheh. Po i afrohem një njeriu që nuk është në gjendje të kuptoj, sepse Perëndia i këtij shekulli ka verbuar. Dhe në qoftë se e kuptoj këtë, atëherë lutja ime dhe lufta ime do të jetë tek Perëndia që është në gjendje të hap syt. Nuk është një luftë fizike, është një luftë frymërore. Dhe shkoj duke komunikuar me Perëndin, duke i lutur Perëndi, hapi syt aty, Perëndia im, jam një në duart e tua, por edhe çfarë, ai është i verbër, ai nuk shef, edhe ai me të vërtet është verbuar mendja e tij nga Perëndia i kësaj bote dhe u luftoi frymërisht për shpëtimin e tij. 2 Korintasit kapitulli 3 dhe 4 thotë, nëse ungjilli ynë është ende i mbuluar, është i mbuluar për ata që humbin, të cilët Perëndia i kësaj bote u averboi mendimet e atyre që nuk besojnë që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit që është shëmbëllimi i Perëndisë të mos ndryshojë tek ata. Kur unë shkoj tek një pashpëtuar sipas Biblës, unë duhet të qasem atyre frymërisht. A mund të prisni nga një njeri që është i verbër e ti thoni çfarë ngjyre është kjo? Edhe i thoni është e kuqe. Edhe ai thotë, është e zezë. Edhe ti thua, nuk e kupton, është e kuqe, por ai nuk shef. Çfarëdo shpjegimi që ti mund t'i bësh, çfarëdo gjë që ti mund të flasësh me të, ai nuk shef, ai ka nevojë të sytë e tij të hapen përpara se ai të mund të shohë. Tjetra është që kur u afrohemi njeriu të pashpëtuar, do kuptojmë që ai njeri është rob, është në pranga. Sepse Bibla na tregon që djalli ka vënë njerëzit në pranga. Është sklavi mëkatit, po edhe gjithashtu është sklavi djallit. Sot duke i mësuar me zemërbutësi kundërshtarët me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendohen që të njohin të vërtetën dhe të vinë vete jashtë nga laku i djallit që ka zënë robër.
për vullnetin e tij. E dini që Perëndia e respekton vullnetin e lirë. Po djalli nuk pyet për ta. Djalli ka zënë robër njerëzit. Nuk do t'ja di nëse ka apo s'ka vullnet të lirë. Dhe njerëzit e pashpëtuar, kur ne i shohim ata duhet të shohim si Perëndia i sheh. Duhet të shohim të verbër. Duhet të shohim pranga. Atë po qasesh një njeriu që është i prangosur, po afrohesh tek njeriu që është i verbër. Ne duhet të bëjmë luftën në mënyrën e duhur me ta. Prandaj kemi nevojë të komunikojmë me Perëndin. Prandaj ai keq kuptimi që thash në fillim, që thjesht do ndaj ungjillin, një tjetër ndan ungjillin, një tjetër ndan ungjillin mirë. Lavdi Zotit që e bëjmë. Pyetja është, apo jemi duke komunikuar me Perëndin ndërkohë që po ndajmë ungjillin, apo qasim aty në mënyrë e duhur? Është e rëndësishme për këtë gjë. Ka një betejë frymërore, ka një problem frymëror, ka një thirrje gjithashtu frymërore. 2 Timoteu 2, 3 dhe 4 thotë, ti pra hiq keq si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit, sepse asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk ngatrohet me punët e jetës si t'i pëlqejë atij që mori ushtar. Ne po flasim për ushtri frymërore dhe Zoti e ka krahasuar me ushtrim fizike. Që të jesh ushtar nga ana fizike duhet të heqësh dorë nga punët e jetës. Ndryshe nuk mund t'i pëlqesh atij që të mori ushtar. Ju dhe unë jemi lënë në tokë pas shpëtimit për të përmbushur misionin e Perëndisë. Edhe që të përmbushim misionin e Perëndisë duhet të heqim dorë nga punët e kësaj jete. Nuk po flasim të mos punojmë edhe të mos kujdesim për familjen. Por duhet të ketë qëllim jeta jonë. Dhe jeta jonë ka qëllim kur ne jetojmë si ushtar të kauzës së Krishtit për të shkuar tek të humbët për të fituar ata. Janë 3 gjëra kur vin puna për ushtarin. Secili nga ne ka marrë një fletëthirrje, sepse po të vesh ushtar do të vi fletëthirrja një. E dyta është secili nga ne ka një mision, e treta është pastaj secili nga ne ka një përgjegjësi për t'ju bindur kësaj thirrje. Apostulli Paul e prezantoi veten e tij në këtë mënyrë tek Veprat 26, 17 dhe 18. Fletëthirrja e Paulit ishte, vargu 17, duke të zgjedhur ty nga populli dhe nga jo hebrejt, tek të cilët po të dërgoj tani. Çdo njeri i rilindur, jo vetëm Pauli, është thirrur nga Perëndia për të predikuar ungjillin. E lexuam nga 2 Korintas 5, 17, 18, 19, 20. Secili nga ne ka një fletëthirrje, secili nga ne është thirrur për të qenë ushtar. Por gjithashtu ka një mision. Cili është misioni i ushtarit? Vargu është 18, që tu çelësh syt atyre. Pra, misioni është tu hapen syt atyre. Dhe Perëndia bën këtë nëpërmjet nesh, na ka dhënë këtë nder, këtë privilegj. Dhe ne bëjmë këtë me anë të ungjillit. Sepse ungjilli është ai që jep jetë. I kthen njerëzit e vdekur në jetë, i kthen njerëzit e humbur në mbretërinë e Perëndisë. Edhe pastaj thotë, ti kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia. Pra është një betejë frymërore, nuk është thjesht çështje ja un po ndaj ungjillin edhe ti nuk e kuptove intelektualisht, duhet të jesh shpëtuar tani, nuk shpëtohet ai. Pse nuk shpëtohet? Sepse ka një problem frymëror, ka pranga frymërore e ti duhet të bësh betejë frymërore dhe është një luftë, sepse djalli nuk do t'i lërë të lirë robërit e vet. Atëherë prandaj lufton sa është gjallë, ai miku yt, shoku yt, vllau yt, babau yt, motra yt, nëna jote ka shpresë për të. Atëherë mos hiq dorë se luftuar e frymërisht. Dhe lufto duke u lutur. Lufto duke ndarë të vërtetën. Edhe pastaj thotë që të marrë me anë të shbesimit në mua faljen e mëkatet dhe një trashëgim midis shenjtruarve. Bindja e ushtarit është vargu tjetër. Prandaj mbret Agripa u nuk u bër ai pa bindur ndaj vegimit që dha. Fala Zot se shërptori të dëgjon. Pali tha, çfarë ke? Ja ku janë. Çfarë na kërkoi Zoti? Të shkojmë në shtëpi. Të shkojmë te shokët. Lavdi Zotit. Por tani Zoti po na përgatit. Ka një betejë. Dhe duhet të shkojmë me armatim frymëror për të bërë betejë frymërore në mënyrën e duhur që të japim atyre një çlirim frymëror. Ti do thoni po, është më mirë të mos merrem me betejë. Le të them diçka. Je ti ai që do të drejtosh familjen tënde, jo tjetri. Apo jo? Shohu dhe bëu burr dhe bëj luftën e mirë. Je ti që do të rrisësh fëmijët e tu në perëndishmëri, jo tjetri. Shohu dhe mos lejo që djalli të shtrembëroj
shigjetat që janë për të gjuajtur larg për të ardhmen. Je ti në qoftë je në një skuadër shërbimi që do të udhëheqë skuadrën drejt qëllimit që Perëndia të ka dhënë. Qohu. Në qoftë je pastor, je ti që duhet të jesh ai lloj burri i Perëndis që e mbron delet nga sulmi i armikut dhe përmbush qëllimin që Perëndia ka për një pastor. Prandaj betejë nuk është për të shmangur. Betejë është për të përfshirë. Nuk është zgjidhja të shmanget. Te ligji për të ri, le të mos harrojmë që vetë Zoti ynë është ai që shkon përpara nesh. Ku mund të shkojmë? Vëllezërit tanë apezmatuan zemrën duke thënë është një popull më i madh dhe më shtatlart se ne, qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell, pam bile edhe bita anakimit. Nuk fitohen fëmijët në Durrës. Nuk fitohen të rinjt në Durrës. Nuk fitohen studentët në Durrës. Nuk fitohen kushërinjtë me, nuk fitohen xhaxha nuk fitohen gjyshja ime. Ka gjigant po. Ka gjigant. Por vjen edhe çfarë thot Bibla. Atëherë unë ju thash, mos u tremni dhe mos keni frikë nga ata. Ka ushtri qiellore. Po, por Zoti ynë është më i madh. Edhe ai është ai që na jep fitoren, sepse Bibla na thot le të falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit Jezu Krisht. Dhe Bibla vazhdon thot Zoti Perëndia juaj që shkon përpara jush, ai vdeq për ata, ai do ata, ai dha birin e tij për ta. Ai do të shkojë të punojë në zemrat e tyre, edhe ai pret që ne të lëvezim, e të shkojmë pas tij, sepse jemi hena në duart e tij për të përdorur prej tij. Do të shkojmë me guxim, do të shkojmë me besim, do të shkojmë me kurajo. Pika e dytë është jo vetëm ka një betejë për shënjestrën, pra për të fituar shpirtrat, po ka edhe një betejë për doktrinën. Edhe kjo është mjaft e rëndësishme për të kuptuar, sepse te Galatas 1:8 dhe 9, apostulli Paul tregon rëndësinë e ndarjes së ungjillit në mënyrën e duhur. Edhe thotë që, por edhe sikur ne ose një engjëll i qiellit ju predikonte një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kemi predikuar, qoftë i mallkuar. Dhe përsëri. Kjo do të thotë që ka një ungjill tjetër, ndryshe nuk do thoshte Zoti këtë. Ka një ungjill tjetër dhe ky ungjill tjetër nuk e shpëton njerëzit. Edhe është mjaft e rëndësishme të kuptojmë që ka një betejë. Edhe djalli do përpiqet që të na shtrembërojë doktrinën, të na shtrembërojë mënyrën e ndarjes së ungjillit. Edhe Bibla na mëson që ka disa ungjij në shkrimë. Por është njëri për shembull te Zbulesa 14, 6 dhe 7, që një engjëll shpall ungjillin. Edhe kur shpall ungjillin, Bibla na tregon që ky ungjill është druani Zotin. Domethënë keni frikë Zotin. Edhe pastaj thotë që adhuroni atë që bëri qiellin dhe unë, domethënë adhuroni krijuesin. A shpëtojnë kështu njerëzit? A ndajmë kështu ungjillin e? Po ky ungjil nuk është i mallkuar. Si e ndajmë ungjillin e? Çfarë është ungjilli? Edhe kjo është mjaft e rëndësishme për këtë. Sepse ungjilli është lajm i mirë për mëkatarët. Një mëkatar ka një dënim mbi shpatullat e veta, po të vdes përfundon në vdekjen e dytë në zjarr të përjetshëm. Po lajmi i mirë për mëkatarët është Krishti vdiq për mëkatet, që të shpëtojë çdo njeri nga mëkati. E parë Korintasve 15:1 deri në 4 na jepet ungjilli në kohën e kishës. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Vargu parë thot, po ju bëj të ditur ungjillin. Vargu 3 dhe 4 thot, ja ungjilli, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varrosi në gjallë të tretën ditë sipas shkrimeve. Pra është mjaft e rëndësishme kur ne shkojmë për të ndarë ungjillin, të kuptojmë që ne duhet të ndajmë ungjillin. Po ka ungjill që është i përjetshëm te Zbulesa 14. Po ka ungjill që është ungjilli mbretërisë tek Mateu 24. Ka ungjill që është ungjilli i Hirit, që është shpëtimi me anë të Hirit pa vepra, që është ungjilli që apostulli Paul na la. Gjithashtu, lajmi i mirë nuk është për bekime ose prosperitet material. Lajmi i mirë nuk është për prosperitet fizik. Krishti nuk vdiq për pasuritë tuaja, as të mia. Krishti nuk vdiq për shëndetin fizik tuaj, as timen. Krishti vdiq për mëkatet tuaja dhe mëkatet e mia. Prandaj mos i keq kuptoni gjërat. Krishti nuk është hajmali. Besoni Jezu Krishtin që jeta të vë mbar. Po, kur ti besoni Jezu Krishtin ka një atë që të do. Je fëmia e tij. Ai do kujdeset për ty.
Po shpëtimi është, ti ka një problem me mëkatin. Mëkati të ka ndarë nga Perëndia. Dhe ka një zgjidhje, ka një shpëtim, ka një shpëtimtar, dhe ai është Jezu Krishti. Ungjilli nuk është të bësh bamirësi. Jakobi 1:27 thot feja e pastër, ja doni të çfarë është feja, ja ku është. Dhe pa të metë përpara Perëndis, atit është kjo, të vizitosh jetimët dhe të vejat në shtrëngimet e tyre dhe të ruash veten të panjohur nga bota. Vizitoj jetimët, është fe. I pëlqen Perëndis, i pëlqen feja. Po feja nuk shpëton njerëzit. Ungjilli shpëton njerëzit. Roma 1:16 thot sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cili do që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Edhe ungjilli Pali e tha tek Timoteut 1:15 në këtë mënyrë. Kjo fjalë është e sigurt e denjë për të pranuar plotësisht se Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i parë. Lajmi i mirë nuk është të mbash mirë familjen. Lajmi i mirë nuk është të rrisësh fëmijët. Lajmi i mirë nuk është të japësh para të varfër. Lajmi i mirë nuk është që të përpiqesh të jesh njëri i sjellshëm. Gjitha këto janë të mira, po nuk janë ato që quhen lajmi i mirë në kohën e kishës. Lajmi i mirë në kohën e kishës është të tregosh njerëzve kanë një problem me Perëndin. Ata ndarë nga Perëndia dhe mëkati ka ndarë. Dhe nuk bëjnë dot asgjë për të zgjidhur këtë problem. Po Perëndia siguroi një zgjidhje. Qengji i tij u flyua për mëkatet tona. Sakrifica e tij ishte e përsosur edhe e denjë për mëkatet tona, për zvendësimin ton. Edhe në qoftë se beson në të, Perëndia t'i jep jetë të përjetshme. Te Veprat 26:18 thotë që tu çelësh sytë atyre dhe t'i kthesh nga errësira në dritë, nga pushteti i Satanit te Perëndia. Po si mund ta bësh këtë? Dhe ja, që të marri me anë të besimit në mua faljen e mëkateve. Problemi është mëkati dhe duhet falur, po nuk falet përveç se në Krishtin. Edhe mënyra si falesh në Krishtin është me anë të besimit. Ky është ungjilli. Dhe një trashëgim madje pasaj mes të shenjtëruarve. Është e rëndësishme aspekti doktrinar. Është e rëndësishme edhe aspekti strategjik. Ka një betejë për doktrinën. Prandaj kishat janë në luftë për të ruajtur doktrinën e shëndosh. Edhe shpesh shumë veta në shumë vende e gjen të ngatruar ungjillin. Po ka vetë një betejë për strategjinë. E dini që ndonjëherë ne si kish ngelemi në të njëjtat strategji që janë brez pas brezi. 30 vite përpara Shqipëria ishte ndryshe, 30 vite tani ka ndryshuar. Edhe ne mendojmë sikur të njëjtat gjëra mund të funksionojnë vazhdimisht pas çdo brezi. Por djalli shumë i zgjuar edhe ka krijuar atë antivirusin. Edhe ka krijuar mbrojtje, edhe di njerëzit si të mbrohen tani. Ato të vazhdojmë të bëjmë të njëjtën strategji që kemi bërë 10 vjet më parë, 15 vjet më parë, apo do të ndryshojmë. Sepse strategjitë nuk funksionojnë më njësoj. Dhe të dini këta, në kohë të caktuara, Perëndia i Biblës do të na udhëheq në strategji të caktuara. Por është Perëndia që duhet na drejton. Dhe është Perëndia që na drejton nëse ne i kërkojmë atij të na drejtojë. Edhe kjo ka nevojë për maturi frymërore faktikisht, që të mund ta kapim këtë, por është edhe thjesht gjithashtu. Te Jozue kapitulli 5, Bibla na tregon që libri i Jozueut na jep se si ne mund të kemi fitore frymërore në jetën e krishterë. Edhe Jozue është duke udhëhequr Izraelin për në tokën e premtuar. Po përpara se ai të bëjë betejën e parë që ka përpara, ajo që ndodh është ai takon komandantin e ushtrive. E ndërkohë që takon komandantin e ushtrive, komandanti i ushtrive jep strategjinë se si të mund të marrë betejën e parë që ishte Jeriko. Por ajo që ndodh është që ai përballet me të, edhe Bibla na tregon që kreu i ushtrisë së Zotit, që Zoti Jezu Krishti thotë Jozueut, zbati sandalet. Domethënë, hiqe mbështetjen tek vetja jote. Kur shkojmë tek Perëndia, duhet të hedhim poshtë çdo gjë që ne mendojmë, edhe të presim prej tij një fjalë, një strategji, një mënyrë se si Perëndia na drejton, sepse është lufta e tij nëpërmjet nesh. Dhe nëse jemi të sinqertë me Zotin, atë duhet të heqim sandalet, sepse jemi në territorin e Perëndis. Ai është Zoti. Nuk ka dy zotër, edhe unë, edhe Zoti.
Sandalet tregojnë që unë jam Zoti i tokës time. Po Zoti tha, Zoti i tokës tënde nuk është toka jote, jam unë Zoti i tokës. Heqi ato, është çështja autoriteti. Atëherë unë dorëzoj autoritetin e vetes dhe mbahem tek autoriteti vetëm që është Perëndia. E ndërkohë që Jozue ka bërë këtë dhe është mbajtur tek Perëndia, Bibla na tregon që Perëndia i jep planin që të fitojë Jerikon. Po plani që fitojë Jerikon është një plan i shmendur. Nuk është një plan normal. Sepse Bibla na tregon te Jozue 6:2 dhe 3, pastaj Zoti tha Jozue, "Shiko, unë të kam dhënë në dorë Jerikon, mbretin e tij dhe luftëtarët e tij trima. Jo të gjithë luftëtarët do të marshonin rreth qytetit, do të silleni një herë rreth tij. Kështu do të bëni 6 ditë me radhë." Ai merr luftëtarët, edhe i rrethon aty, thotë, "Tani kemi një plan lufte." Cili është plani i luftës? Ti bëjmë qytet të rrethërotur. Kush nga komandantët e ushtrisë apo nda ushtarët do të thotë, "Ky që ka një plan i shkëlqyer"? Asnjëri. Por është plani që Perëndia jep. Dhe ndonjëherë kur ne shkojmë te Perëndia dhe kërkojmë Perëndis drejtim, qoftë kjo për fëmijë, qoftë kjo për të rinj, qoftë kjo për studentët, qoftë kjo për mënyrën se si të fitoj kolegët e punës, mënyrën si të fitoj farafisin tim, u do të heq dorë nga ato gjërat që mendoj që dia, edhe të shkoj zbrazur te Zoti. Zot, kam nevojë për një strategji, për një plan nga ti. Se ne bëjmë të njëjta gjëra vazhdimisht, edhe shikojmë në internet e themi, cilat janë ato strategji ande dhe shikojmë një marketing të madh ande dhe themi si funksionoi kjo, edhe të palidhur me Zotin. Përpiqemi çfarë? Të bëjmë marketing. Po nuk është marketingu që fiton njerëzit. Është Perëndia që fiton njerëzit. Edhe ndërkohë që ne rrim me Perëndinë edhe flasim me të, Perëndia do të na drejtojë diçka që është mbase te arsyes njerëzore. Mendoni pak, Zoti ka krijuar kaq shumë bimësi me larmishmëri me lloje të ndryshme. Kafshë, zogjë, peshë. A mund të mendoni sa i mahnitshëm është Zoti ynë? Edhe ai di shpirtrat e njerëzve. Edhe ai do ata, atë nëse shkon tek ai do t'i japë një rrugdalje për ty, për ta kthyer përmbys fëmijët ose të rinjt ose studentët ose këtë qytet. Sepse Zoti është ai që është Zoti i kishës së tij. Edhe Zoti ai që na jep fitoren. Po që ne të kemi fitoren, duhet të ndjekim strategjinë e tij. Marku kapitulli i parë 35 deri në 38. Dhe të nesërme në mëngjes, kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Çfarë po ndodh? Ai Zoti. E megjithatë ai po na tregon një rrugë, sepse Jezusi nuk është vetëm rruga për shpëtim, po është rruga se si ne mund të ecim në jetën tonë të krishterë mbi tokë. Edhe ai shkon dhe i lutet Atit. Ai ka patur një ditë të suksesshme, të djeshme. Sepse gjithë qyteti është mbledhur përpara portës. Edhe ai shkon dhe i lutet Perëndis, sepse ai kërkon drejtimin e Perëndis për jetën e tij, drejtimin e Perëndis për ditën e tij. Dhe ju dhe unë përballemi çdo ditë me një realitet që Perëndia pret që ne ta jetojmë. Po kur ne shkojmë te Perëndia dhe kërkojmë Perëndis drejtimin për ditën, ai do të na drejtojë. Edhe ndonjëherë mund të ndryshojë 180 gradë ato gjërat që bërim dje nga ato që bëjmë sot. Edhe ndërkohë që ai është duke u lutur, Jezusi merr drejtimin e Perëndis dhe thotë, do të shkojmë këtej në krahun tjetër. Pra ndryshoi strategjia, ndryshoi drejtimi. 2 Kronikat 20:17. Jozue u përballet me një betejë të madhe. Edhe ai u friksua dhe i thirrri Zotit edhe madje agjëroi dhe u lut Perëndis. Edhe thirrri gjithë popullin e Perëndis të përgjigjej ndaj këtij rreziku që po i kanose. Edhe Bibla na tregon që ai ja merr një përgjigje nga Perëndia. Dhe përgjigja është, nuk do të jeni ju që do të luftoni në këtë betejë, jeni në pozicion që ndroni pa lëvizur. Ndryshe Zoti i tha Jozue, ndryshe i tha Jezusi, ndryshe po mëson ata, ndryshe mund të mësoj ju. Qëndroni thot pa lëvizur dhe do të shihni shërimin e Zotit. Tani ajo që ndodh është kur rri pa lëvizur, nuk do të thotë rri pa lëvizur duke mos bërë asgjë. Po kur rri pa lëvizur, çfarë do të bëjnë ndërkohë që janë pa lëvizur? Ka 2 gjëra që njerëzit bëjnë në shkrime, kur qëndrojnë të pa lëvizur dhe Zoti u ka dhënë premtimin për fitoren. Njëra është ata qëndrojnë në lutje. Tek Veprat kapitulli i parë ata qëndronin pa lëvizur në dhomën e sipërme, po prisnin premtimin e Atit. Dhe si po prisnin premtimin që Perëndia të përmbushte premtimin, si e prisnin? Duke ngulmuar në lutje.
Dhe e dyta është, kur qëndron pa lëvizur, kur Zoti të ka thënë diçka qëndro, atë diçka tjetër që u takon njerëzve të Perëndisë që të bëjnë është vargu 22, kur ata filluan të këndojnë dhe të lëvdojnë. Ata nuk po lëvizin, ata janë duke qëndruar, po ndërkohë që qëndrojnë, ata kanë syt nga Zoti, ndërkohë që qëndrojnë, ata adhurojnë Perëndin. Dhe Bibla thotë që kur ata adhurojnë Perëndin, pra ata janë të lidhur me Zotin, po qëndrojnë sepse Zoti tha qëndroni. Bibla thotë Perëndia ngriti një prit. Pra diçka e befasishme u ndodhi armiqve. Dhe Bibla tregon që Perëndia i mundi ata. Edhe mund të vazhdojmë me 2 Samuel 5:23, kur Davidi u këshillua me Zotin, tha, mos u dil përballë, por merru krahët, hidhu mbi ta nga ana e balsamit. Mund të vazhdojmë, por thelbi është në këtë. Ka një betejë për strategji. Dhe betejë për strategji është që bota përpiqet të na heqë marrëdhënien tonë me Zotin, të kërkojmë prej Perëndisë se si ne mund të punojmë me shpirtrat e humbur. Dhe kërkon që të na vezulloj nga strategjitë e botës, nga gjërat e botës, në mënyrën si bota punon. Por ato nuk janë efektive. Mund të ndodhë që ndonjë gjë mund të funksionojë, por një gjë është e sigurt, nëse komunikojmë me Perëndin, është rruga e fitores. Tani se cilat janë mënyrat se si do fitojmë fëmijët, të rinj, studentët, se si ne do të ecim në këtë qytet e tjera. Nëse je në një shërbim, kërkoj Perëndisë. Ai do të drejton. Mund të duket pak e çuditshme për skuadrën, por merre nga Zoti. Besoj Perëndisë. Ngrihu me besim. Perëndia do të shëmb Jerikon që është përpara teje. Nuk ka rëndësi sa të larta janë muret. Nuk ka rëndësi se sa i fuqishëm është armiku. Zoti është ai që do të garantojë fitoren. Qoftë kjo për problemet që ke në familje, ndoshta janë gjigant në familje për të fituar familjen. Lutju, Zoti do t'jap urësi se si ta fitosh fëmijën tënd, si ta fitosh gjyshen tënde, si ta fitosh shokun e punës. Zoti do t'jap urësi. Kërkoj Zotit strategji, lidhu me Perëndin tënd. Por janë 3 gjëra që janë të rëndësishme për këtë. Ka një betejë për shënjestrën. Edhe ne mund të luftojmë nga ana mishërore. E kemi probleme me shokun, me kolegun, me grua, me djalin, me fëmijën. Në vend që të kuptojmë që kemi një shënjestër drejt frymërave të mbrapshta. E do të bëjmë betejë frymërisht, duke i thirrur Perëndis, duke luftuar përpara Perëndis në mënyrën e duhur. Sepse janë të verdhë, sepse janë në pranga. Qasun e atyre ashtu siç në të vërtetë Perëndia na kërkon të afrohemi. Me shpresë, me druajtje, me butësi, me luftë frymërore, që Perëndia të hap sytë atyre, me armët e drejtësisë, me lajmin e mirë. Ndani lajmin e mirë me ta kur vjen koha e lajmit të mirë. Jo Jezusi të do ti, po pranove Jezusi do të vej mbarë në çdo gjë. Ti ke nevojë për një shpëtimtar, sepse je mëkatar. Dhe Jezusi të shpëton. Ka një strategji, nuk e di strategjin, por Zoti është i madh. Ai mund të drejtojë se cilit prej jush se si të fitoni kolegun e punës. Ai do ju hap syt për të parë nevojën e tij, problemin e tij dhe zgjidhjen e tij. Sepse njerëz të ndryshëm kanë pranga të ndryshme. Disa kanë pranga filozofie, disa skeptizmi, disa feje, disa një prang tjetër, disa një prang tjetër. Edhe Zoti do t'ja hap urtësi. Edhe do të drejtojë në strategjinë e duhur. Po gjitha këto vijnë nga një marrëdhënie e ngushtë midis nesh dhe Perëndis. Nga një marrëdhënie e ngushtë midis jush dhe Perëndis. Nuk është një luftë fizike. Nuk është një realitet fizik. Thjesht i shkëputur, unë thjesht ta nxjerr sa fjalë si papagat për ndarur ngjillin edhe kaq, unë pres që ai të shpëtohet. Jo. Është përfshirje totale, tërqeniesime në këtë betejë frymërore, me armë frymërore, në mënyrë frymërore, që të korë fitore frymërore. Le të shkojmë te Zoti në lutje. Ati dashur, faleminderit Perëndi. Faleminderit Zoti im që na drejton nga fjala jote, na hap sytë të kuptuarit, edhe na jep drejtim Perëndi. O lutem këtu që çdo njeri të reagojë ndaj fjalës sate, të përgjigjet Perëndi, në mënyrë që ne të mund të bëjmë betejën në mënyrën e duhur. Të bëjmë betejën ashtu siç ti na udhëzon në fjalën tënde, Zoti. Edhe të jemi kurajoz për ty.
sepse ti ai që na ke dërguar. Ti ai gjithashtu që je me ne. Ti ke gjithë autoritetin në qiell dhe në tokë. Edhe ti ke autoritetin mbi çdo pushtet, mbi çdo mbretëri, mbi çdo principat, je ti Zoti. Dhe faleminderit që ti ai që na ka dhënë fitoren. Ne du të shkojmë ashtu siç Josueu shkoi, të sigurt që ti u ka dhënë fitoren. Ne du të shkojmë të sigurt që ti ai që na ka dhënë fitoren. Edhe lutem që çdo njeri të të marrë zemër dhe kurajo, sepse çdo njeri është thirrur nga ti për të përdorur në mënyrë të fuqishme si çdo njeri tjetër. Edhe nëse dikush është i humbur, Zot, le të kuptoj që ne e duam, po hapi syt frymëror Perëndi. Edhe të pyesi, majtas, djathtas, çfarë do të bëj që të shpëtohen. Ne dëshirojmë Perëndia im që ai të ketë jetë të përjetshme. Zoti im, unë e di që Perëndia i këtij shekulli e ka verbuar atë. Unë e di që ai është në pranga dhe besoj sepse Bibla thot. Hapi syt, Zoti im. Hapi syt, ai ka ardhur në shtëpinë tënde, ka ardhur mes nesh, Zoti im. Të mos dali, Zot, thjesht që dëgjojë një fjalë të mirë, por të pajtohet me ty përmes besimit në Krishtin Jezus. Në emër të Jezusit do të lutem. Amen.